Dhe shteti dhe krimi janë një dhe të pandar. Të pandar publikisht, të pandar në para, të pandar në dokumenta. Në kërkim që nga dhjetori i vitit kaluar, i arrestuar së fundmi në Francë, sepse fluturoi mbi një lartësi që nuk lejohej në një objekt sekret, Ermal Beqiri de facto përfaqësues kryesor i familjes Rama në akshin e lindave, vazhdon të paguhet me miliona euro, pavarësisht se ky kriminal ka përvetësuar qindra milion euro për llogarit familjes Rama dhe të tijat. Së fundmi, Edi Rama urdhoi dhe Ministrin e Financave të disbursoj 8,5 milion euro për të dëshmuar Ermal Beqirit se nuk ka vepër penale, se nuk ka urdhër arresti, se nuk ka urdhër ekstradimi që mund të pengoj, mund të blokoj rolin e tij si prestonome, si përfaqësues, si ndërmjet si Edi Rams në fushën e tij të suksesit, siç kishte shpallur ai akshin, kopshtin e tij privat. Dënoj me forcën më të madhe këtë akt, si dhe mos bllokim në kompanive të tij nga organet e drejtësisë, të cilat në një inerci bashkëpunimi, jo vetëm të rast, po dhe në rast të tjera, nuk kryejnë veprimet që urdhon ligji. Kompania Ermal Beqirit, që de facto është prestonome i interesave të Edi Ramës dhe kompanisë Frangut, vazhdon të paguhet me miliona euro, pavarësisht se prej 7 muajsh ai është në kërkim për disa vepra penale, përfshi grupi strukturuar kriminal. Elvis Troplinit, hotelit tek Shkami i Kavajës nuk i konfiskohet, nuk i preket. Madje vazhdon të ndërtoj atë me njërën prej kompanive më prestigjioze, siç është kompania Accor, në praktikën e Edi Ramës, për të mbuluar me çdo kusht me firma paratë e tij të krimit, investimet e tij. Dënoj me forcën më të madhe këtë veprimtari, e cila dëshmon në mënyrë më flagrante se në këtë vend shteti dhe krimi janë një dhe vetëm një. Dhe se në krye të këtij aktiviteti përbashkët qëndron Edi Rama me interesat e tij kriminale dhe organizatën e tij kriminale.